Adhurimi nga jeta e të dërguarit Muhammed a.s. Në përputhje me këto dy fjalët e fundit, ai tani filloi të fliste për engjëllin dhe shpalljet e atyre që pas të shoqës i kishte më të afërt e më të shtrenjtë. Her për herë, nuk kishte kërkesa për ta, përveç se të mos janë nxirrnin sekretin. Por kjo gjendje nuk zgjati shumë. Gjibraili i erdhi një ditë në ngrehinën e lartë mbi Mekë dhe goditi me thembër barin e kodrës, me çrast prej saj gufoi një krua. Pastaj mori abdes për t'i treguar të dërguarit se si të delirej për adhurim. E i dërguari ndoqi shembullin e tij. Pastaj i tregoi pozat dhe lëvizjet e namazit, qëndrimin e këmbë, përkuljen, përdhesjen e uljen e ndenjur me madhërimin e përsëritur. Pra, fjalët Allahu Ekber, Zoti është më i madh, dhe përshëndetjen përmbyllëse Esselamu Aleikum, paqe pas mbi ju, dhe profeti sërish ndoqi shembullin e tij. Pastaj engjulli e la dhe i dërguari u kthye në shtëpi, ku i mësoi Hatixhes gjithçka kishte mësuar dhe ata u falën së bashku. Feja tashmë ishte vendosur mbi bazën e delirjes, rituale dhe lutjes. Dhe pas Hatixhes, të parët që përqafuan atë ishin Aliu dhe Zeidi, si dhe miku i dërguarit Ebu Bekri nga klani i Temit. Aliu ishte vetëm 10 vjeç, ndërsa Zeidi nuk kishte ende ndikim në Mekë, por Ebu Bekri pëlqej dhe respektohej si njeri me dije të gjerë, sjellje të butë dhe prani të këndshme. Shumë kush vinte të këshillohej me të rreth kësaj apo asaj, dhe tani ai filloi t'u hapej të gjithëve që mendonte se mund t'u besonte, duke i nxitur të ndiqnin profetin. Shumë konvertime u kryen përmes tij, dhe 2 prej më të hershmeve që u përgjigjen ishin një burr i klanit Zurhra, Abdu Amri, biri i Avfit. Në farisfisni të largët, me nënën e profetit dhe Ebu Ubejde, i biri i Xherahut të Beni Harithëve. Lidhur me të parin prej këtyre, Abdu Amirin, u vendos një precedent i rëndësishëm, ndër t'i parët me goditëse të shpalljes ishin 2 emrat hynor, Rahman dhe Rahim. Fjala Rahim, një formë theksuese e Rahim i mëshirshëm, ishte në përdorim në kuptimin e shumë të mëshirshmit, apo pakufishmërisht të mëshirshmit. Edhe më e theksuara Rahman kishte rënë në mospërdorim për mungesë koncepti që t'i puthitej. Shpallja e ringjallja atë në përputhje me nevojën themelore të fesë së re, për të qëndruar në lartësitë e trashëndencës. Duke qenë më i fortë se edhe Rahim, plot mëshiruesi, emri Rahman i referohet vetë thelbit ose rënjes së mëshirës, pra bamirësisë ose mëshirës ose mirësisë së pafundme të Zotit. Dhe Kurani e bën shprehimisht të njëvlerëshëm me Allah. Thërisni Allahun, a thërisni gjithë mëshiruesin, Rahman, cilin do të thërisni të qiet janë emrat më të bukur. Ky emër i mëshirës ishte shumë i dashur për të dërguarin, dhe më qenë se Abdu Amr, sklavi i Amrit, ishte tepër pagan, ai ndëroi emrin e besimtarit të ri në Abdurrahman, sklavi i gjithë mëshiruesit. Biri i Avfit nuk ishte i vetmi të cilit ai do t'ia ndëronte emrin me Abdurrahman. Disa nga përgjigjet më të hershme u shtyn fillimisht nga motive të cilat nuk mund të visheshin asnjë përpjekje njerëzore për bindje. Ebu Bekri ishte njohur tash sa kohë në Mekë për aftësinë për të interpretuar ëndra. Dhe një mëngjes, ai pati një vizitë të papritur nga Halidi, biri i Shemsitit të fuqishëm Said ibn el-As.
Fytyra e djaloshit tregonte ende sheja se ishte shtangur së fundmi nga ndonjë përvojë tmerruese. Dhe ai nxitoi të shpjegonte se natën kishte parë një ëndër të cilën e dinte se ishte domethënëse, ndonë se nuk e dinte kuptimin. A mundi vallë Ebu Bekri që ja tregonte domethënien e saj? Ai kishte parë në ëndër se po qëndronte buzë një humner të madhe, në të cilën ishte një flakadan i harbuar, aq i gjerë sa si shije i fundi. Pastaj erdhi ati e u përpoq ta shtynte brenda. Dhe tek përlesheshin në buzëgrimin, në qastin e llahtarit të tij më të madh, ai ngjeu rreth mesit kapjen e fortë të dy duarve që mbajtën në vend. Me gjithë përpjekjet e të atit, duke vështruar për rrotull, ai pa se shpëtimtari i tij ishte Elemini, Muhamedi, biri i Abdullahut. Dhe në atë qast, ai u zgjua. Të uroj lumturi, tha Ebu Bekri. Ky njeri që të shpëtoi jetën është i dërguar i Zotit, ndaj ndiqe. Jo, ti do të ndjekësh dhe do të hysh në Islam, i cili do të të mbrojë nga rënja në zjarr. Halidi shkoi drejt e tij dërguari dhe pasi tregoi ëndrrën e vet, e pyeti se cili ishte mesazhi i tij. I dërguari ja mësoi dhe Halidi hyri në Islam duke fshehur nga familja. Afërsisht në të njëjtën kohë, një tjetër burr i Abdu Shemsit, një tregtar që po kthehej në shtëpi nga Siria, u zgjua një natë nga një zë që thiri në shkretë të tirë. Fletës, zgjohuni, se vërtet doli Ahmedi në Mekë. Ky tregtar ishte Uthmani, i biri i Jafanit Umejad dhe nip nga ëma i njërës prej bijave të Abdul Mutalibit. Hakim el Bejdas, halëse të dërguarit. Kjo fjalë i zuri vend në zemër, ndonë se nuk kuptonte se ç'donte të thoshte doli. E as nuk e pikasi që si përorja Ahmed me i lëvduari në kuptonte Muhamedin, të lëvduarin. Por para se të mbërrinte në Mekë, ai u arrit nga një njeri i Temit i quajtur Talha, një kushëri i Ebu Bekrit, dhe Talhai kishte kaluar në përbostra, ku ishte pyetur nga një mur nëse Ahmedi ishte shfaqur mes njerëzve të haremit. Kush është Ahmedi? Kishte thënë Talhai. Djali i birit të Abdul Mutalibit, Abdullahut, ishte përgjigjur murgu. Ky është muaji më të cilin ai do të dalë, dhe ai është i mbrami i profetëve. Talhaja përsëriti këto fjalë Uthmanit, i cili tregoi për përvojën e tij, dhe gjatë kthimit Talhaj sugjeroi të shkonin të kushëririt i tij Ebu Bekri, i cili njihej si miku më i afërt i njeriut, që tani ishte kryesori në mendjen e tyre. Kështu, ata shkuan tek Ebu Bekri, dhe kur i thanë që kishin dëgjuar, ai çoi menjëherë tek i dërguari, që përsërisnin fjalët e murgut dhe atë të zërit të shkëtetirës. Pas këtaj shqiptuan dëshmimin e besimit. Një kthim i katërt, jo më pak i spikatur se këta për nga mënyra se si ndodhi, ishte ai i Abdullah ibn Mesudit, një aleat të ri të Zuhairve. Tek e tregonte vet, ai thoshte: aso kohe, sa po kishte bërë burë, dhe kullosja Tufat e Ukbeh ibn Ebi, muaj Hitit, ku një ditë i dërguari dhe Ebu Bekri kaluan pranë. Profeti me pyeti nëse kisha ndo pak qumësht, tua jepja për të pirë. Ju gjegja se Tufat nuk kishin të mijat, por me ishin besuar në përkujdesje dhe nuk u jepja dot për të pirë. I dërguari tha: a ke një dele të njomë, të cilës nuk i është avitur ende as një dash? I thash: se po, e u asolla. Pas e lidhi pas hurit, i dërguari ja vuri dorën në gji dhe u lut, me që rast ai
u fry me qumësht dhe Ebu Bekri solli një popël që ishte e lugët si një kup. I dërguari e mjeli aty dhe ne pim të gjithë. Pastaj i tha Xhirit: "Thahu", e ai u tha. Disa ditë më vonë, Abdullahu shkoi tek i dërguari dhe pranoi Islamin. Nuk kaloi shumë dhe ai kishte mësuar prej tij 70 sure përmendesh, duke qenë jashtëzakonisht i dhuntisur në atë rrugë dhe u bë shpejt ndër kënduesit më të mirë dhe më autoritativ në Kur'an. I dërguari ishte mërzitur nga periudha heshjes nga qielli, por prap shpirti i tij ende të kurrej nga impakti i fjalës hynore, të cilin ajo e pohonte vetë në një varg ende të pashpallur. Sikur t'ja zbrisnim këtë Kur'an një mali, a do ta shihje të përdesej për ulësisht, i shkërmoqur nga frika e Zotit. Shtysa që kishte bërë të thëriste. Mbulon, mbulon, i vinte ende, me raste, dhe një natë të krinte i mbështjell. Në gunën e tij, ja bëhu papritur në veçimin e tij një urdhër hynor më i rrept e urgjent se çdo tjetër që kishte marrur në deri atëherë, duke urdhëruar t'i paralajmëronte njerëzit për ditën e gjykimit. O i mbështjell, ngrihu, e paralajmëro Zotin tënd, madhëro, robën tënde pastro, ndytësinë largo, se kur të bjerë boria, do të jetë ditë vuajtjeje e jo rehatie për jo besimtarët. Një tjetër natë, pak pas kësaj, ai u ngrit nga urdhra të mëtejshëm, të cilat i tregonin intensitetin e adhurimit që pritej nga ai dhe ndjekësit e tij, duke ja konfirmuar plotësisht drojat për një bardhë të rëndë, që do t'i ngarkohej. O i veshur në robën tënde, vigjilo tër natën, përveç se pak prej saj, gjysmën a diq më pak, ose shtoj, dhe me kujdes e qartësi këndo Kurani. Ne tash të ngarkojmë me një fjalë përshuese. Në të njëjtin fragment ndodhi urdhri: "Dhe përmende emrin e Zotit tënd, e kushtoju atij me përkushtim të plotë. Zoti të lindjes e të perëndimit, nuk ka Zot veç ti. Atë pra merr, e atij mbështetju." Erdhën edhe shpallje të tjera, më të buta në ton, të cilat ja konfirmuan dhe rritën profetit sigurit, që ishin dhënë tashmë, njëherë i shikueshëm vetëm prej tij. Siç ndodhte normalisht, engjulli i tha: "Jepi Hatixhes përshëndetje, paqje nga Zoti i saj." Kështu ai i tha: "O Hatixhe, ja ku është Xhibraili, që po të dërgon paqen nga Zoti yt." Dhe kur arriti të gjente fjalë për t'u shprehur, Hatixha u përgjigj: "Zoti është paqe, dhe prej tij është paqja, paqe pas mbi Xhibrailin." Ndjekësit e parë të fesë së re i morën urdhrat e parë drejtuar të dërguarit, si të zbatoheshin për ta. Kështu që bënin vigjilime të gjata si ai. Sa për namazin, tani ata ishin të kujdesshëm, jo vetëm të merrnin abdes dhe përgatitjet e tij, por edhe të siguroheshin që rrobat e tyre ishin të pastra nga çdo ndotje. Dhe ishin të shpejtë në të mësuarit përmendesh, të gjithçkaje të shpallur në Kur'an, që ta këndonin si pjesë të adhurimit. Shpalljet tani nisën të vinin me bollshëm. Ato u përcjelleshin menjëherë nga i dërguari atyre që ishin me të. Pastaj kaloheshin gojë me gojë, mbaheshin mend e këndoheshin. Një litani e gjatë që rrite shpejt e fliste për natyrën kalimtare të mbarë gjërave toksore, vdekjen dhe padyshishmërinë e ringjalljes dhe gjykimit të fundit,
të pasuar nga feri ose parajsa. Por mbi të gjitha a i tregonte për lavdinë e Zotit, njohurinë e tij të pandashme të vërtetën, urtinë, mirësinë, mëshirën, begatin dhe fuqinë e tij. Dhe si te zgjatje u referoi pareshtur shenjave të tij, mrekullive të natyrës dhe bashkëfunksionimit të tyre të harmonishëm, që dëshmonin aq shkoqur për njohurinë e burimit të tyre të vetëm. Harmonia është gjurma e njohurisë, mbi shumësi dhe Kurani tërheq vëmendjen ka jo harmoni si te meditimi për njeriun. Ku nuk i ndryhet te prania jo besimtarëve, armiqësor, besimtarët përshëndetshin me fjalët që Xhibraili ja kishte dhënë të dërguarit si përshëndetje banorëve të parajsës. Paqe pas mbi ju, me përgjigje fjalët. Dhe mbi ju pas paqe, ku shumësi përdoret për të përfshirë dy engjëjt, roje të personit të përshëndetur. Edhe ajetet e shitërimit dhe falënderimit luanin rol gjithnjë e më të rëndësishëm në jetën e botkuptimin e tyre. Kurani ngulmon mbi nevojën për mirënjohje dhe sakramenti i falënderimit është thuhet: lavdërimi përket Zotit të botëve. Ndërsa ai shitërimit ose kushtimit në emër të Zotit, gjithëmëshiruesit, të plotmëshirshmit. Ky ishte ajeti i parë i çdo sureje të Kuranit, dhe duke ndjekur shembullin e profetit, ata e përdornin për të përuruar çdo këndim kuranor dhe më të zgjatje çdo rit tjetër e më të zgjatje të mëtejshme, çdo veprim ose nismë. Feja e re nuk pranonte asgjë profane.